Matilda Qurku është zgjedhur kryetare e Degës së Partisë Demokratike në Sarandë duke siguruar 68% të votave në një garë të zhvilluar mes dy kandidatëve. Përballë saj në këtë proces ishte Kreshnik Shehu, me të cilin ndau një fushat të fokusuar tek platformat organizative dhe vizioni për forcimin e strukturave lokale. Procesi i votimit nisi në orën 8 të mëngjesit dhe së dielës devijoi deri në orën 18. Antarët e Degës u drejtuan qendrës së votimit për të ushtruar të drejtën e tyre në përputhje me parimin një antar një vot. Pjesëmarrja u vlerësua si e kënaqshme, ndërsa procesi u zhvillua në mënyrë të rregullt dhe pa incidente. Me njërë pas mbylljes së votimit, nisi numërimi i votave, i cili përcaktoi dhe drejtuesen e re të Degës lokale. Rezultati përfundimtar shpalli fituese Matilda Qurkun me 68% të votave, duke i dhënë asaj mandatin për të drejtuar Degën e partisë në një periudhë që konsiderohet e rëndësishme për organizimin dhe përgatitjen e strukturave për sfidat e ardhshme politike. Pas shpalljes së rezultatit, Qurku falenderoi demokratët e Sarandës për besimin e dhënë. Ajo u shpreh se ky vot besim përbën një përgjegjësi të madhe dhe një angazhim për të qenë pranë çdo antari dhe mbështetësi të Partisë Demokratike. Falenderoj të gjithë demokratët e Sarandës për vot besimin e tyre që më dhanë sot. Ju premtoj që do jem gjithmonë mbështetja e tyre në krah të tyre dhe kërkoj patjetër bashkëpunimin e të gjithë demokratëve të Sarandës, të cilët duan që kjo seli të marrë jetë dhe Partia Demokratike të lullëzoj. Jam këtu si një përfaqësuese e tyre, pa diskutim që jam një prej tyre dhe do vazhdoj të jem një prej tyre, dhe jap angazhimin tim me dorë në zemër që do të jem këtu për të gjithë ata, një derë e hapur për çdo demokrat, për kontributin e tyre, për vlerat e tyre dhe për të bërë të mundur që Partia Demokratike të lullëzoj përsëri. Qurku theksoi se do të punojë për të dhënë jetë selisë së Partisë Demokratike, duke kthyer atë në një hapësirë aktive të komunikimit dhe bashkëpunimit. Sipas saj, selia e Partisë Demokratike do të jetë një derë e hapur për të gjithë, jo vetëm për antarët, por për çdo qytetar që dëshiron të kontribuojë me ide dhe angazhim për zhvillimin e partisë. Një falënderim shumë i jashtëzakonshëm për Degën, për organizimin e bërë, kryesin, kryetarit në detyrë dhe të gjithë demokratëve të cilët sot erdhën dhe shkundën votën e tyre duke më votbesuar mua. Faleminderit dhe do të jem këtu një derë e hapur dhe një mbështetje për të gjithë demokratët e Sarandës. Në vijim pritet që procesi zgjedhor për kryetarët e Degëve të zhvillohet edhe në qytetet të tjera të qarkut, përfshi Vlorën, Himarën dhe Selenicën. Këto zgjedhje konsiderohen si një pjesë e procesi më të gjerë i organizimi të strukturave të Partisë Demokratike në nivel vendor, me synim për të konsoliduar drejtimin dhe për të rritur efektivitetin politik në terren.